Apo jo, Selin? Atë ca brikena që tani që u lidhët, nuk keni qa jepni më se e kryt. Keni kry punë, po, që më ka thënë. Tani dhe këto e kanë kry, a nuk kanë qa japin më? Se diun ato. Po unë e pa që ishte për brikenën dhe kështu në shkrim. Të s'po shqipin bërë. E të ndë moj se... Ma i shaj? Se i shaj. S'ka kur gjë. Unë folë për lisa, ti folë për plisa. Për që e ki fjallë, në e briken. Briken. Thash, qa ke shkrujt? Qa ka shkrujt? Qa ke... Ajo ishte një puthje shumë e bukur. Spad shumë shpejt, u iku me njerë. Po, më ke Atë që të ngeli kësaj vajzë nga ky emision ajo puthje, unë nuk e di se si do është bëj jashtë për imazhin që do me tregu. A nuk e ke menduar që do të ngeli gjithë jetën ajo puthje kështu? Sa herë që ti kesh në një gjë ajo puthje është tam. Për imazhin që ajo puthje jo që do ngeli gjithë jetën, po do e kem gjithë jetën e dashur. Do e kesh. Puth fort edhe ty. Nashta do e kesh dhe ti gjithë jetën Po puthje sigur larg shoh ndash. Dhe burri jot i ardhshëm të shohë që ti e puth me Filloj presioni psikologjik. dikë aty. Si vjen mirë as kujt me ta pak kaluar. Sa bukur. Si një dhumi. Duke ditë para gjykimit që drita ke ime. ti, nuk e kam për Zemra ime. për e tjerët. Ose familja jote që ti e ke shumë merak, për shembull. Si mund t'je ndje kur ti e ke bërë atë gjë? Se dhe unë që i kam liberal, nuk do kishin qef me ba. Jam kurioze, seriozisht jam kurioze. Me qenë se do dalësh para meje, pyti, dhe ma qona i dronë mje përgjigje se qatë kanë të thonë, gjithë okej? janë të thot, janë të dalë para me. Dhe Stenaldo mendoj që do na nxirrte të gjithë dhe po është e shtëpia tash, e përshëndesim, kështu që këto para me. Edhe ty do të përshëndesim, se ke merak fare. Avash I pres dhe ata dy fustanet që keme i vesh në dy prajmet edhe pastaj... Pak të një kam bukur, të naqin syt.